Përshëndetje të dashur miq. Po bëj këtë video mesazh dhe kam thënë plot herë që këta s'më lënë rehat vetë që unë të mos jem i pranishëm, të më jap atë mendimin tim, por kjo s'do të thotë që ti jesh qytetar i thjesht dhe të mos kesh zë. Jo vetëm eksponentëve që përzihen në politik kanë të drejtë të flasin për gjithçka. Dhe kur bëhet fjalë aq më shumë për kombi. Tani, po hyj në temë që të mos ju lodh. Sot në parlamentin shqiptar unë kam parë që të gjithë shfaqjen teatrale të pseudo patriotëve që aty brenda, duke bërë patriotin dhe duke ushtirur që të dyja palët, si majtas si djathtas, kush është më patriot dhe kujt i është dhimbsur më shumë, Kombi, Kosova, Ilirida, Malizi, Çamëria e me radhë. Po këtu bëhet fjalë për Kosovën dhe këtu flitet për luftëtarët e UÇK-s, të cilët sot ndodhen në Hag. Nuk do zgjatem shumë te kjo pjesë se si qysh tek, por do thë vetëm diçka. Kur aktivistë e Lëvizjes Bashk, Lëvizjes Vetëvendosje, bërtisnin e thërrisnin e protestonin për atë gjykatën speciale, këta i merrnin dhe i burgosnin. Tani, si ndodhi? U burgosën vetë atje, ku burgosin të tjerët që të votonin për këtë gjykatë. Tani, tu nuk kam problemi se kush e votoi, çfarë bëre në Kosovë, ata kanë formuar shtetin e tyre dhe kanë të drejtën e tyre të vendosin, të burgosin këtë duan. Por këtu do flas për këta uzurpatorët që kanë dalë dhe bëjnë patriotin e madh. Foleja e fundit e Maskarajt është të bëj patriotin ose të bëj atë dashsin. Foleja e fundit e Maskarajt. Dhe këta janë një tuf maskarenjsh, tuf baktish, po të thuash, këtu ofendon baktit, ofendon kafshët. Këta janë më keq. Tani, ishin mbledhur aty, kush ishte më patriot dhe kush kishte vizituar më shumë Serbin, kush kishte sharë më shumë Serbin dhe kush kishte dashur më shumë Serbin. Si ka mundësi që të doj atë dheun kaq shumë një dhëndër i Serbisë? Si ka mundësi që të doj atë dheun kaq shumë një njeri që më parë shkon qanë hallet në Beograd se sa me vllain e tij Dardan? Si ka mundësi që këta të gjithë bashk aty në atë naojnë e legjislaturës shqiptare, këta ta kthejnë në një teatër dhe në një shfaqje të neveritshme, duke u tallur me mbar kombi shqiptar, jo me popullin shqiptar, mbar kombi shqiptar. Këtu nuk flasim vetëm për këta 2.400.000, 2.200.000, 2.800.000 sa kanë mbetur dhe nëse do vazhdojnë kështu për një 10 vjet, këta do ta çojnë edhe poshtë 2 milion atë popullsi. Si ka mundësi që këta ju dhimbset kaq shumë Kosova, kur derdije bashkëpunonin me Miloševićin, me makinerin vrastare të Miloševićit për ta furnizuar me naftë që të bënte genocid karshi shqiptarëve.
Të mos ketë atë mbetje se thonë që ti shan vetëm një krah apo tjetrin. Kthehemi te krahu tjetër. Si ka mundësi kryeministri jon të jetë kaq vëlla dashës me Vučićin dhe të mos jetë atë dhe dashës me shqiptarët e tij? Po gjithmonë o do t'i ofendoj, o do t'i bullizoj, o do gjej një mënyrë që t'jetë kundra shqiptarëve. I dëgjova që të gjithë, por më shumë më bëri përshtypje Alizoti, nuk e di se ka i emrin, ku tha që nuk jeni e majtë, nuk jeni e djathtë. Dëgjoj këtë. Nuk e di se me sa kam dëgjuar që vjen preardhja jote është nga një familje e përsekutuar e gjitha për Alizotin, zotin Alizoti. Ti mund të jesh shumë njeri i nderuar, shumë njeri i formuar, por një gjë është e gabuar me ty, që ti ke shkuar dhe je aneksuar në Gjirizi. Këtu bëhet dallimi sa do i pastër ti je, sa do i sinqert ti je, ti je futur në llumin e 40 rrogëtarëve të Sali Berishës, që qëndrojnë në atë parlament për interesat berishiane dhe jo për hallet shqiptare. Tani, pse nuk mblidhen këta në një herë, por mblidhen për të tilla debate në parlament? Jo, ju dhim s'ka Kosova, kur ju dhim se në rrogat e tyre, këtu nuk ju dhim se tas Kosova, as Shqipëria, as Dheu dhe as Shqiptaria, asgjë. Këta po bëjnë kush të jetë patrioti, ose kush të shfaqet, ose kush ta mashtroj më bukur në atë parlament me patriotizmin falso. Pse nuk mblidhen këta në atë parlament me që janë kaq patriot? 1001 halle kanë shqiptarët. Që tek familjet në nevojë dhe deri tek ata individ me 1001 probleme ku u hiqet dhe ajo pak asistencë nëse këta dalin me karrocën e tyre të ngrohen pak në diell. Ju thonë dhe kush u nxorri me karrocë. Këta dhe invalidët duhet të ngasin vetë karrocën. Dhe çfarë bën? Ju heqin dhe atë pak pension, apo ndihmë sociale, apo ndihmë kemp, apo nuk e di se si quhet. Por hajde ta quajmë kemp, sepse kështu është quajtur, kështu e di unë në kohën kur unë kam qenë në Shqipëri, e quajnë kemp. Dhe atë pak kemp dhe kështu besoj se duhet të quhet. Pse nuk ngrihen këta të bëjnë një debat në parlament dhe të japin zgjidhje ku në Shqipërinë, ku të rinj po ikin çdo ditë, ku rrogat janë nga 400.000 lek, metri katror për të filluar jetën njëri është mbi 2.400.000 metri katror. Pse nuk ngrihen këta të bëjnë një debat aty në parlament për pensionet nga 100.000 lek? Pse nuk ngrihen këta të bëjnë një debat për punëtorët që vriten në për skela, në për ndërtesat e Republikës Shqipërisë, sikur të jenë zoq të qyqes? Pse nuk ngrihen këta të bëjnë një debat në parlamentet, japin zgjidhje, këta patriotët e mëdhenj, këta patriotët e mëdhenj? Pse nuk ngrihen këta për shqiptarët që pinë e lajen akoma me ujë buljeri, të japin zgjidhje? Pse nuk ngrihen këta për ushqimet të pakontrolluara që hanë shqiptarët dhe po vdesin të rinj me infrakte, kancer, e më the të thashe me razë, nuk do t'i përmend këtu. Pse nuk ngrihen këta që arsimi ka shkuar në gradat më të ulta që ka patur ndonjëherë ky vend, ky truall? Po këta pse do të ngrihen? Këta arsimin e kanë kthyer në biznes.
këta fëmijët e tyre i çojnë në shkolla private dhe shqiptarëve u thonë arsimoni në shkollat shtetërore, universitetet shtetërore. Ndërsa fëmijët e tyre i çojnë o në Angli o në universitete private, po jo në Shqipëri, jashtë. Këtë Shqipëri të kanë formuar. Këtë Shqipëri ku një tuf budallënj shmajtas e një tuf budallënj djathtas i mbajnë akoma në pushtet, brohorasin nga babzia e një vendi pune e uris që këta i kanë kthyer në Varfanjak dhe Mjeran, të cilët brohorasin, shajnë e ofendojnë këdo që këtyre u del kundra. Si kundra unë, që flasë për këta dhe them, ka shumë nga ata postalla, ja këtu po ta them, nga ata postalla që çfarë nuk shkruajnë, por çfarë nuk shkruajnë për të mbrojtur Sali Berishën dhe Edi Ramën. Postalla, ini postalla, sepse ju jini të parët, jini ju, ata janë 1, janë 10, janë 20, janë 40 rrogtar ka Sali Berisha. Ja 80 rrogtar ka ky Zagari tjetër. Ju nga poshtë, patronazhist, PD-ist, LSI-ist, dreqje djalli me të birin, keni mbrojtur për 34 vjet këta që sot kanë bërë shfaqjen më të turpshme në naojnë e legjislaturës shqiptare, aty ku ligji është i njëjtë për të gjithë, po aty ligji bëhet vetëm për këta 140 deputet, dhe të tjerët jashtë kësaj salle janë sklever të këtyre, duke ditur që këta vinë në atë sallë nga ky sovran, dhe këtë sovran e përdorin si sklav, dhe për të mbrojtur, ose për ta thënë më qartë, për të mbrojtur lëkurën e tyre, këta bëjnë teatrin e patriotit më të madh. Patriot njeri thoshte në ndeshjen e Serbisë, na thoshin kështu, ky tjetri thoshte të tjera me vllajën e Vučićit, më the të thashë çfarë nuk dëgjon aty në atë sallë. Një turp që vetëm në një stan baktish mund të shikosh atë sken dhe jo në parlament. 2-3 orë marrën kush është më patrioti. Patriot e dikush është. Patriot jemi ne emigrantët, që kemi ikur nga aty sepse na përzut ju. Na keni marrë dinjitetin, jetën, shpresën dhe gjithë shka në atë vend, dhe ne kemi ikur, ja kemi mbathur nga sytë këmbët për të gjetur një jetë më të mirë në një vend huaj, ku kushtet që ne kërkojmë këtu i kanë krijuar të tjerë njerëz, ndërsa në vendin tonë, që në 1992 kur Ti Sali ardhe, presidenti, si kur do sillnje botën e përtejshme në këtë parajsëm, do sillnje në këtë vend, dhe çfarë solle? Të vetme gjë që ti mbolle në atë vend ishte korrupsion, mbushe burgjet me rini, mbushe varrezat me të rinj, ti dhe këta majtas djathtas, që mos themi këtu që vetëm Saliu, po ky ishte zanafilla. Ky korrupsion që ekziston sot je ti i pari. Pastaj është Fatosnano, Ilir Meta dhe ky klouni që është tani. Vazhdoj më tej. Kur ju të kthej me syt nga shqiptarët dhe shqiptarët të kenë dinjitet, moral, të kenë jetë të kënaqshme në vendin e tyre dhe të mos ikin nga syt këmbët si po ikin dhe sot. Një shqiptar që të jetoj në Shqipëri sot dhe të rifilloj jetën njëri ose një çift të rinj, do ju duhet burrë e grua që ta fillojnë jetën, të mos hanë, të mos pinë, vetëm të rrojnë me ajër për 25 vjet me rrogat ekzistuese në Shqipëri, pa mezi të shlyejnë një shtëpi 65 metra katror. Këta patriotin e ju, që keni shpën Shqipërinë dhe shqiptarët në deregjen e Bangladeshasve dhe
shqiptarët ja kanë mbathur dhe përdoren si Bangladeshas në gjithë botën e Europën mbar, dhe ju doni të sillni Bangladeshasit në Shqipëri për të bërë kashillëk shqiptarëve, për të thënë që nëse ju nuk punoni këtu, ne sjellim sklever nga vendet më të prapambetura të rruzullit, ku në mes të Europës ekziston një vend më akoma më i prapambetur, që quhet Shqipëri, që është Bangladeshi i Europës, dhe ju do në sillni Bangladeshasit në Shqipëri. Kjo është Shqipëria që ju keni krijuar për 34 vjet. Ju jeni turpi i këtij vendi, ju jeni tradhtarët më të mëdhenj të këtij kombi, dhe lëreni UÇK-n, luftëtarët, Albinin e të gjithë me radhë. Atje ka një shtet, atje ka një president, atje ka një kryeministër, janë të gjithë. Atë betejën e Tiranës shko bëje atje në Europë, shko bëje atje në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shko bëje në instancat më të larta për të tundur dhëmbët megalomanëve europian, që ti të përcjellësh zërin e patriotit. Po ju, nga që jini të luangosur deri në gryk me antishqiptarizëm, kërkoni që të përdorni folen e vetme, parlamentin, për të mbrojtur lëkurën tuaj si patriot të mëdhenj aty brenda. Ju jeni turpi i këtij vendi. Ju jeni turpi që dhe vetë familjarët e tuaj e dinë se sa turpini pra të vend. Por çfarë të bëjnë? Jeni pjesë e tyre dhe s'kan ç'bëjnë dot. Dhe çdo gur në Republikën e Shqipërisë e di se sa të paskrupull jeni ju. Qofshi të majt, qofshi të djathtë. Jeni shëmbëltyra më e fëlliqur e ekzistencës shqiptare që ka patur ndonjëherë Republika e Shqipërisë. Kaq kisha dashur miq, do vazhdonja të zgjatesh akoma më shumë, por është neveri të flasësh për këtë. Është në atë vend kush del kundra këtyre luftohet më shumë. Pse? Sepse aty antishqiptarizmi ka bërë rrënjë. Dhe këta flasin për patriotizëm. Ku këta janë vetë antishqiptarët më të mëdhenj. Dhe ja i përmenda të gjitha me radhë lart se si quhesh patriot, se si quhesh advetar, se si quhesh një deputet, ministër, president, kryeministër me radhë. Kur ti ke rritur mirëqenien e popullit tënd dhe populli jot jeton pa asnjë frikë në vendin e tij, jeton me shëndetësi të plot, jeton me drejtësi të plot, jeton me arsim të plot, jeton me gjithçka. Atëherë ju jeni patriot. Që nga momenti që ju e keni bastisur Shqipërinë, e keni vjedhur, e keni masakruar dhe i keni dëbuar shqiptarët, më keq se Bangladeshasit e kërkoni si Bangladeshas, ju nuk jeni patriot. Ju jeni shëmbëltyra më e keqe e këtij vendi.